Po nëse më thuaj një kontribut, se këta s'kan pas kohë as t'japin kontributin e tyre, se këta janë çdo 6 muaj dhe ndryshojnë ose ndryshojnë pozicion. Pra nuk kemi një shtet serioz sa i përket. 4, se po numëroj pedagogët këtu. 5, 6, 7, 8, bile ka qenë Elvin Debo, ka qenë dhe zënës rektor. 8, po 9, 10, shumë kush prej tyre 11, se dhe Ferit Hoxha ka dhënë frëngjisht. Ka qenë profesor frëngjishte. 11 nga këta 18, edhe Rama 12, se edhe ai ka qenë pedagog. Nga 18 antarë të kabinetit Rama, 12 kanë qenë pedagog. Si puna jote? E ç'do thotë kjo? Jo, pyetja ime është ç'a do thotë kjo? Se ti je pedagog. S'do thotë asgjë që në momentin do të thotë që kjo është qeveri intelektuale, po ta marrësh në aspektin se një profesor tani. Mjafton të hedhim syt nga sistemi ynë-arsimor për të parë cilësinë e produktit që ne nxjerrim, që praktikisht janë studentët me diplomat e tyre, për të kuptuar pastaj se cili është roli dhe pesha që ka një pedagog sot në shoqërinë shqiptare. Për mendimin tim, sistemi arsimor në Shqipëri është i rrënuar, duhet bërë edhe një herë nga e para. Nëse këta janë pedagog dhe shumë kush prej tyre me gjas ka dhe titullin doktor, jo, dhe profesor. Ti je i bindur, doktor, profesor, akademik, çfarë dush ti? Ti je i bindur. Jo, akademik, jo. Që nëse analizojmë punën e tyre shkencore, ke për të parë se mbi 90% prej tyre do të dalin me plagjatur. Dhe kjo është një zoti Mushi, se ti se di. Po nuk e di. Do ta vërtetosh? Po unë kam qenë në botën akademike, kam njohur shumë kolegë. Dhe prandaj po them, nuk e di sa prej tyre janë pedagogë dhe sa kanë dhe gradën doktor. Tash 12 janë pedagogë. Që në momentin që ne nuk kemi një sistem që ta analizojë dhe ta marrë në konsiderat të gjë, atëherë mund të spekuloj se shumë kush prej nesh.